Fillojmë këtë podcastin ton. Po më në fund, Fund shqyr që u bon e marrë në mbledh një herë, e kërë gjithë dhe bashkë këtu. Ne kemi këtë podcastin. Do orkestrash podcastin? Që është do bëhet për të filluar atë gjën tonë që kemi Orchestrate.tech. Do mlidhemi 3 kompani. Unë do përfaqësoj Trifolium, Beta Plan, Gamma Plan, Alfa Plan. Që kemi më vëquna, që kemi bo gjithë të vite. Edhe këtu pastaj ju prezentoheni vetë. Kemi Hektorin. Unë jam pjesa elektronikës gjithmonë, e pjesa automatizimeve industriale, edhe automatizimeve rezidenciale, pa ashtu. Që kemi pa ashtu dhe në Ritani. Unë jam pjesa që përfaqësoj vetë. Kam ca outputet të mia që më ndjekin akoma nga mrapa, po si pjesë e zhvillimit, merrem kryesisht me pjesën e zhvillimit dhe çojmë përpara iniciativën tonë, ky është qëllimi i përbashkët në fund fare. Okej. Atë ky do jetë podcasti i parë, ne do bëjmë 4 podcaste, do nxjerrim mirë një javë. Edhe qofim si do ecin, si do priten, si mas kërkesës, do vi edhe, se mund të mos të t'i kërkojmë, prap mos i bëjmë, po që të qofim mirë që na. Flas. Tani ideja është kjo, që ne kemi zgjedhur këto 4 tematika, do flasim për agentic AI, do flasim kryesisht për AI, pastaj do të çojmë ta evolojmë si koncept deri te agentic AI. Do flasim për Robot Process Automation, RPA, ose ajo që shpesh e përmbyllin si frazë thojnë Robotic AI, edhe pse ajo pastaj është gjë shumë më komplekse. Do flasim për Circular Economy, Sustainable Tech, do flasim për Web3, Blockchain, Decentralized Infrastructure. Po tani do thoni juve pse jemi mbledh ne, se këtu tani ideja është që mbledh gati ju keni 30-40 vjet experience bashkë. Keni pa si ka evolu kjo punë nga aja te zhëja. Edhe doja realisht të bëshim një bisedë shumë të çiltër, po edhe që të ngjatë kuriozitet me atë që po ndodh, sepse flitet për shumë nga këto gjëra sikur do ndodhi revolucioni nesër, ndoshta po ndodh, po që ta flasim i çikët inxhinierët që mendojnë për këtë. Po mi më shive tani revolucioni, ky lloj revolucioni është pretenduar për të bërë që 1950, më kupton? Që filluan njerëzit që të mendonin se si që nga Turing biles. Alan Turing, që ka qenë një nga inxhinierët, fizikantët, gjithë që të shkodoi atë bomb mashinë që boni që të shkodoi kodimet e gjermanëve luftën e dytë botërore. Më kupton? Që në atë kohë ai tha, biles është edhe kështu, është edhe çmimi Alan Turing që kanë marrë këto të inteligjencës artificiale për këtë lloj gjë, në të cilën ai thonte në momentin që një makinë të përgjigjet dhe një njeri të përgjigjet dhe pak a shumë ti nuk e kupton kush është makina dhe kush është njeriu, atëherë makina quhet inteligjente. Më kupton? Testi Turing, më kupton? Pastaj, po ky ishte edhe fizikant, do po kishte studiu dhe fizike të gjitha komplet. Problemi ishte që ky ishte edhe fizikant. Edhe pyetën Turing i ditë bukur. Shkuni i than, Turi. Alan. E pyetën, po. Okej, ai do të thënë, jo, ideja e Turing ishte sepse ai ishte një gjeni. Për kohën e vet, ai ishte gjeni, ishte si puna e biçimit Teslas, më kupton? Ai ishte gjeni dhe kur e pyetën Turing i than, po mirë i than, po si mund të lidhet për shembull inteligjenca me konsciencën? Tha, këtu më kape, këtu s'mor vesh. Dhe i tha, atyre që e intervistuajmë, tha, kjo është çështja më e rëndësishme për të zgjidhur se sa kjo që kam të thënë unë, pra për inteligjencën artificiale. Po u zgjidh kjo puna e konsciencës
do zgjidhet edhe pjesa e inteligjencës artificiale. Edhe çdo lloj përparimi që është bërë drejt inteligjencës artificiale ka ardhur dhe nga një gjë. Nga kush do thoni? Në tanë për ti. Ka ardhur duke studiuar trurin. Pra, neve po mundohemi me kuptu kush jemi ne, edhe duke kush jemi ne, janë duke punuar që të kuptojnë që a funksionon në këtë lloj forme truri apo nuk funksionon në këtë lloj forme. Më kupton? Dakor, se janë shumë modele natyrore që po studiojnë, janë rrjetet mikotike, janë rrjetet e tjera. Ka shumë faktorë, sepse aty futet pjesa e fizikës kuantike, pjesës biologjike, pjesës molekulare të gjërave, më kupton? Këtë pyetjen që boturi vazhdoj dhe unë të Turing pak për dhe unë. Patjetër, tani ideja është e tillë që ne pretendojmë që teknologjia ka ecë shumë shpejt, po nga ajo që njohim është një ecje lineare, nuk ka akoma të saj Shive, nuk jam ta mbaroj unë, pastaj ti ndërhyj. Bile në zhvillim ne kemi një matës për gjuhët e programimit dhe që quajmë vlerë shpresë e gjuhët e programimit dhe deri sot më thuhet që gjitha gjuhët e programimit kanë të njëjtën vlerë shpresë si makina Turing. Çfarë do të bësh sot me gjuhët e reja të programimit, arrin ta bësh dhe me makinën e Turing. Vlera shprehëse. Se do na ngjojnë në rrjetet sociale, nuk ngjohet. Shive, Turing që të bëjë edhe një ideja është e tillë. Ne kishim shiritin, memorien, procesimin dhe leximin. Ne kemi arrit të shpejtojmë leximin, të rrisim memorien, procesojmë më shpejt, por nuk kemi arrit të bëjmë diçka më tepër. Ndoshta kohët e fundit quantum computer dhe inteligjenca artificiale mund të përbëjnë këtë salto që të kalohet nga një fazë që mund të quhet Turing era dhe të kalohet në një erë të re që mund të jetë kjo. E marr vesh. Kjo e sotmja. Po, do me thënë, te pjesa e zhvillimit teknologjik ka disa faktorë, për arsye sepse kjo pjesa e zhvillimit, sidomos pjesa e zhvillimit të inteligjencës artificiale, se në këtë moment që flasim neve, nuk ka tamam inteligjencë artificiale. Sepse shumica e të gjithë procesimeve, do me thënë, për shembull, unë si për shembull inxhinier sistemesh, systems engineer. Systems engineer ka, do me thënë, duhet të jesh shumë i sakt dhe të di shumë, për shembull, teorinë Bayesian theory, që quhet, Bayesiane, teorinë e Markov chains, Gaussian, patjetër. Do me thënë, të gjitha këto që janë të përdorura tani në large language model, sepse tani ideja, do me neve si system engineer procesojmë sinjale. Kurse artificial intelligence që quhet tani sot artificial intelligence nuk është machine learning. Machine learning është ajo që për shembull machine learning ka 20-30 vjet që është duke zhvilluar. Më kupton sepse vision, për shembull unë që kam mbaruar universitetin, kam mbaruar për shembull që kam studiuar convolution neural network. CNN. Që para 20 e kusur vjetësh. Po, që detektoje për shembull figurën, shikoje, ai ishte dog, mace, tani ideja është përpara gjithë kjo fushë nuk u qunte ose në ambientet akademike, u qunte më tepër. Ishte shumë interaction machine human. Okay. Ajo quhesh më shumë multimedia processing. Jo, po them kjo pjesa vizuale, kurse inteligjenca artificiale nuk e përdor bota akademike, përdor shumë pak. E quhen më tepër ndërveprim ndërmjet makinës dhe njeriut. Këta ka me të bëj pyetje, se tani neve flasim për këtë gjë, po kjo punë paska gjithë ato kohë që ka në përkëmbë. Ajo është. Që edhe Fagini flet për këtë punë që ka. Po Fagini që ka qenë ai që ka bërë procesorin, ai vetë ka 50 vjet që erdhi 50 vjet. Po ideja është këtu që se pyetja është do të thënë, ore, sa veta merr me këtë punë sot do të janë duke ndërtu LLM? Shumë pak.
Jashtëzakonisht shumë pak. Janë me kokra. Pjesa më e madhe Shumë 200-300 me përdorimin e produkteve që është më shumë e pjesën e përdorimit të produktit, do me thënë, kurse mos harroj që çdo lloj teorie që përdorin LLM vjen nga fizika. Çdo gjë bazë është fizika. Çdo lloj inxhinieri, si puna ime që është inxhinier elektrik për shembull, ose elektronik që quhet ndryshe, çdo bazë ka nga fizika. Dhe teoritë që dalin te pjesa e inxhinierisë janë të gjitha të lidhura me fizikën, më kupton? Si fizikë kuantike dhe fizikën normale që mësojmë për shkolla, më kupton? Pra nuk është i gjë që thuti, okay, bëjmë departamentin e shkencave kompjuterike, edhe aty po vinë ca persona që merren shkenca kompjuterike do merren me AI. Do të thonë kërkoj Nuk ka lidhje. Tani këtu në Shqipëri për shembull, ç'i pengon këto studentët tonë? Se edhe ato që merren në Amerikë apo në Kinë apo ku diun që merren me këtë gjë nga 25, 26, 27 vjeç e maksimumi. Baza duhet të jetë shumë e fortë, pjesa e matematikës, fizikës. S'po them kimi, sepse edhe kimia është shumë e rëndësishme, po më shumë kimia është për pjesën e material science, që është pjesa e shkencave materialeve, pa ajo është tjetër gjë që është edhe ajo shumë e rëndësishme, por matematika dhe fizika dhe më e rëndësishme nga të gjitha, mësimi i gjërave bazë. Baza do të kesh një bagazh shumë të madh të bazave. Pa çka se mund duket, do me thënë, wow, se duhet mësojmë bazat, i di. Jo, nuk i di. Bazën nuk e di. Nuk e di. Më kupton? Dhe për ta mësuar bazën, duhet të harxhosh shumë kohë për ta mësuar atë bazë. Që të shkosh te pjesa e komplikuar. Më fal një sekond, Mira Muradi. Ai ishte ekselente në matematikë dhe fizikë. Dhe pastaj u integrua te pjesa e çdo lloj gjëje që të ishte. I ditë mund të ishte për LLM, mund të ishte për këtë, mund të ishte për atë. Një nga problemet sot që kush ka punu në IT, në zhvillim dhe zona tjera është që zakonisht IT-ja nuk ka marrë baza shumë të forta matematike. Shpeshherë janë inxhinierët ato që fusin. Edhe me thanë modelet LLM përdorin shumë bazat matematike, probabiliteti është shumë rëndësishëm, funja fare ti ndërton disa modele pas përgjigjeve, krijon probabilitetet e veta dhe përcakton se kush është përgjigjja që ai jep. Sidomos kjo që quhet për shembull bashkëbisedimit, computer science, conversation, për shembull, computer science në vetvete si deg e veçantë është bërë pak a shumë para 40 vjetësh, një gjë e tillë. Po kanë qenë 2-3 universitete specifike që kishin këtë lloj si dege. Dhe kjo lloj dege ishte në atë kohë ishte e varur nga inxhinieria elektrike ose elektronike, electrical, se electrical përfshin edhe programimet, edhe sistemet e gjitha komplet, më kupton? Se kështu quhet në Amerikë, duke qenë që unë kam mbaruar ande dhe e di shumë mirë sistemin se si funksionon. Dhe pak a shumë duke qenë që kompjuterat erdhën dhe u avancuan, u bën më të e ke parasysh më të fuqishëm procesorat e gjithë komplet. Atëherë filloi duke u spostuar si degë e veçantë. Më kupton? Por bazat kryesore, për shembull computer organization ose digital systems. Digital system është degë e inxhinierisë elektrike, se mëson Boolean logic, që është shumë e rëndësishme. Më kupton? Po s'dite Boolean logic, s'kem bik në shtëpi, mos u merr fare me atë pjesë, më kupton?